Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme jemi rreth 1 orë në transmetim. Redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur sot të sjellë një histori të dhimbshme nga Vlora, e në fakt ka qenë data 30 mars 1992, ku për familjen Merkaj, që priste një ditë gëzimi, do martoni vajzën e shtëpisë, u kthye në një ditë hidhërimi, sepse humbën nga kjo jetë djalin e shtëpisë dhe dhëndrin që do martohej. Motra e pikërisht e djali që humbi jetën në mars të 1992 dhe u vra në mënyrë barbare në qytetin e Korçës së bashku me dhëndrin, motra Ana Borakaj ka udhëtuar nga Greqia për të qenë pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë për ta rrëfyer këtë ngjarje të rëndë në familjen e tyre. Ajo ka kërkuar që pjesë e studios së emisionit Pa Gjurmë të jetë dhe juristja Nexhi Beqiri, kështu që sa Ana ti bashkohet studios ton, unë dua të përshëndes juristen. Përshëndetje Nexhi dhe mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Përpara se të flisja me Anën, që ka një histori shumë të dhimbshme të familjes së saj, më kërkoj që ju të ishit prezent, a kishte nevojë për këshillat ligjore nga ana juaj, kështu që dhe unë të falenderoj që sot të kam në studio. Kam shprehur edhe përpara, jam mirënjohëse të gjithë atyre që më ndjekin, që besojnë tek mua, që më kërkojnë në mënyrë të veçantë. Unë e bëj këtë gjë thjesht me dëshirë. Dhe ju nuk e dini se sa njerëz ndihmoni zonja Nexhi, jo vetëm nga ana ligjore, por dhe thjesht fakti orë, minuta të tëra që ju kushtoni njerëzve, sidomos grave që flisni, rrëfimi i tyre me ju i çliron këto gra dhe i bën të ndihet mirë. Është një ndihmë shumë e madhe që bëni dhe ua them përzemërsisht këtë gjë. Ja, dikush më shkruante tani që të lutem gjej minutat se dua të bisedoj diçka. Më thënë, e para njerë që nuk është se s'ka njerëz sot që mund të konsultohen. Është një besimi në fakt. Por më tepër njerëzit presin që tjetë dikush që i kupton, që ka durimi dëgjon, që hyn si thuash në problemin e tij, në hallin e tij, që i thot një këshill të sinqert, por në një far kuptimi, po dhe për momentin i heq një barë të madhe. Ndoshta unë s'jam psikologe e mirëfillt. Unë kam studiuar dhe filozofi edhe juridik, kam ndjekur shkenca shoqërore gjithë jetën. Si thuash, vetveti më ka ardhur ai pozicion që unë bëj tani, që si thuash probleme shoqërore, do më thonë, e ndjehe mirë aty, më duke sikur ditë bëj një gjë të mirë që është e vlefshme për të tjerë, dhe kaq mua më mjafton. Dhe është një ndihmë e madhe për ne, ta them sinqerisht faleminderit. Mirë, Ana do të jetë pas pak me ne në studio, po bëhet gati, po vendos mikrofonin për të rrëfyer këtë histori të dhimbshme, por përpara se të vazhdojmë historinë e Ana Borakaj, unë dua që ditën e sotme regjia të më ndihmoj për të prezantuar një foto, sepse vetëm përpara disa ditëve policia franceze ka kërkuar ndihmën e mediave shqiptare dhe autoriteteve shqiptare për një shqiptar ende të pa identifikuar, i cili është gjetur në një gjendje shumë të rëndë dhe aktualisht ndodhet në një spital në Francë, është në koma, jeni duke parë personi në foto dashurmish, i cili e theksoi ndodhet në një spital në Francë dhe është në gjendje koma. Ne po e prezantojmë ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë me shpresën që kushdo që e shikon, kushdo që e njeh këtë person, është i lutur të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi ky person ndodhet në gjendje koma, ndodhet në spital dhe është ende i pa identifikuar nga policia franceze. Momenti që është gjetur personi në fjalë, policia ka gjetur dhe telefonin e tij, ka hapur numratorin dhe numrin e parë që ka gjetur e ka kontaktuar dhe ai numër përkonte me qytetin e Fierit, ku ka qenë pikërisht një avokate. Policia franceze ka kërkuar ndihmën e kësaj avokate nga Fieri, por ajo fatkeqësisht nuk e ka njohur personin në fjalë dhe sot ne e bëjmë mediatike. Dyshohet se personi mund të jetë nga qyteti i Fierit, në bazë të fotos që ne shikojmë, mund të jetë diku rreth moshës 60 vjeç. Ndoshta ka emigruar drejt Francës dhe jeton me familje në Francë, apo e ka në Shqipëri, ngelet ende pikpyetje të mëdha. Ndaj u bëj thirrje të gjithë teleshikuesve të Report TV që janë duke na ndjekur në këto momente, kushdo që e njeh këtë person në këto momente që fatkeqësisht ndodhen në gjendje kaq të rëndë shëndetësore, urojmë që t'ia djali dhe të zgjohet sa më shpejt, të na telefonoj për ta identifikuar pikërisht personin në fjalë. Mirë, do ta heqim këtë foto për momentin regjia, uroj që të identifikohet shqiptari i cili ndodhet aktualisht në këtë spital në Francë, për të kaluar në një tjetër foto, do të flasim për një 22 vjeçar nga Puka me emrin Enkrist Kola, që është zhdukur në rrethana misterioze në 13 shtator të këtij viti. Regjia të më ndihmoj me pasaportën e 22 vjeçarit nga Puka,
Ky është Enkrist Kola, dashur miq, i cili është larguar nga banesa e tij në 13 shtator, vetëm përpara disa ditëve. Gjurmët e fundit janë fusharës dhe drejtimi është ende i paditur. Por si ka humbur 22 vjeçari, unë dua të prezantoj një material që ne kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Vllai im është larguar nga shtëpia me datën 13 shtator, afërsisht nga ora 7:38, dhe para se të largoj ka folur, ka komunikuar me babain tim dhe i ka thënë do dalë sepse një burr do vinë të më marr. I ka pyet babai kush ishte ai burr, tha nuk e njeh. Ky është momenti kur familja Kola humbi kontaktet me 22 vjeçarin i cili prej vdekjes së nënës shfaqi probleme të shëndetit mendor, por që as nuk ishte agresiv e as nuk largohej për të mos u kthyer. Vëllai thot se Denisi në momentin e largimit kishte marrë dhe telefonin e babait, por edhe pse telefoni ra gjatë 24 orëve të para pas humbjes, ai gjithnjë nuk hapej derisa u fik. Cili ishte drejtimi në të cilin u largua Enkrist Kola? Me kë u largua nëse është larguar me dikënd? A ndodhi një aksident dhe për të fshehur ngjarje në ai u zhduk? Janë këto pikpyetje për të cilët familja sot kërkon një përgjigje. Unë mendoj nga fakti që ka thënë këtë fjalë nga babai, i ka thënë babait mund të ketë ikur ose mund të ketë marrë dikush. Dhe fakti që nuk e kapin as i pjesë të kamerave, edhe nuk e ka pa kush, as ka kush informacion, unë mendoj se mund ta ketë marrë dikush. Nuk e di nëse mund ta qyjë rrëmbim apo jo, po mund të ketë arsye të ndryshme, ose mund ta shfrytëzojnë për një gjë, ose në pjesë mund ta shesin kund për organe. Mendoj edhe se mund ke bërë një aksident, mund ke ndodhi diçka. Denis Kola shpreson në angazhim më të madh të strukturave që po merren me hetimin, të paktën për tabulatet telefonike, nëse vëllai i tij ka komunikuar me dikënd pas largimit dhe pse nuk gjendet qeliza e telefonit. Paktën më japin tabulatet telefonike, ta di me ka folë në ato momente, se ai nuk është largu kështu tak fak. Dukshëm i lodhur nga kjo situatë, Denis Kola, të cilit tashmë i ka mbetur vetëm babai, shpreson se vllai i tij të jetë akoma gjallë, por sido që të jetë, ai kërkon të di se çfarë ndodhi me vëllain e tij. Unë shpresoj të jetë gjallë, po edhe nëse nuk është gjallë, shpresoj paktën ta gjem dysysh, ta dim ta stakojmë edhe me, mos na merr se menja gjithmonë se a thua është gjallë, a thua ka di, ku është ashtu është atje. Policia e Pukës bëri të ditur se ka vijuar në të gjithë territorin kërkimet, është bashkëpunuar me komisariatet e tjera dhe po vijon hetimi tashmë në rrugë operative. E në fakt e ndoqëm këtë material përgatitur nga redaksia e Report TV, ku vllai i të humbrit Denis Kola tregoi dhe dyshimet e veta që kishte për humbjen e 22 vjeçarit. Ai dyshonte se ndoshta mund të ketë ndodhur një aksident dhe trupi i të vllait është fshehur, apo ndoshta mund të jetë rrëmbyer dhe mund të jetë marrë për trafikim organesh. Ndërkohë familja ka kërkuar nëpërmjet bizneseve private në Fusharës për të hapur kamrat, për të gjetur gjurmët e fundit apo për të kuptuar drejtimin që 22 vjeçari kishte marrë në 13 shtator ditën që dhe ai humbi. E vetmja kamër sigurie që familja ka arritur të sigurojë është pikërisht momenti që regjia do na i vendosi, një moment ku duket Enkrist Kola, 22 vjeçari, që ka dalë nga banesa e tij, ka vazhduar rrugën, ka ndaluar pikërisht tek dyqani për pak sekonda, është futur brenda në këtë dyqan, ka dalë nga dyqani dhe ora ka qenë 15:24, është rikthyer sërish nga rrugë ana në të cilën erdhi dhe ka vazhduar rrugën deri momenti që kamera e sigurisë e ka kapur 22 vjeçarin. Më pas, drejtimi i tij ngelet i paditur dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Ajo që dua të theksoj është se familjarët kanë treguar se 22 vjeçari kishte probleme të shëndetit si mendor dhe fatkeqësisht këto probleme kishin ardhur pasi kishin humbur nga kjo jetë nënën e tyre. Ndërkohë që Denis Kolën, vllain e kam në një lidhje në këto momente dhe dua menjëherë ta përshëndes. Denis, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, faleminderit për ftesën.
Ne ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë po prezantojmë historinë e vllajt tuaj dhe pse televizioni on Report TV ka filluar kërkimet që ditën e djeshme, që në momenti që është prezantuar materiali juaj, humbja e vllajt, gjithë me shpresën që do mbrin informacione qytetar të ndryshëm që mund të na telefonojnë. Por ajo që mua më habiti dhe edhe më shokoj, është momenti kur të dëgjova aty në intervistë që the dyshoj se vllajin mund ta kenë rrëmbyer dhe ndoshta mund të kemi të bëjmë me trafikim organesh. Pse dyshoni këtë gjë? Varet, për shembull, këta kamera atje se kam afër shtëpisë nuk funksionojnë fare. Janë të kamerat që nuk funksionojnë fare. Edhe kurse kamerat e qytetit që kam thënë atje nuk shikojnë askund. E qartë, nuk keni mundur do të zbuloni pikërisht kamerat e bizneseve private në qytetin tuaj për të kuptuar se çfarë nuk e ka vazhduar vllai juaj, por dua të theksoj, vllai ka pasur probleme të shëndetit të tij mendor. Ndoshta për shkak të problemeve i pavedishëm ka dalë nga shtëpia dhe nuk është kthyer më? Okej, hale, e zom shembullin se ka dalë nga shtëpia. A ka pas në rënë qytet, kamerat dhe kishin kap dyshir, ose biznese private. Kam pyet në për biznesi private nuk e kanë kap fare, se nuk e kanë parë hiç. Edhe atë ditë të kjo ligje që shfaq tani, kanë dhënë 2 ditë para, kanë thjesht e kam kap për me shpërnda foton edhe ligjen. Sa ditë me datën 13 kur ka dhënë nga shtëpia nuk ka shku fare ndryshëm. Dua të pyes, Denis, në datën 13 shtator, rreth çfarë ore vllai juaj ka dalë konkretisht nga shtëpia dhe ka njoftuar babain e tij se do takonte një person të panjohur, për ju por edhe për atë? Po, rreth orës 7:27, ai u ka bërë që dalë nga shtëpia. Të pasdites? 7:27 dërg, a kupton, me datën 13 shtator. Po, rreth orës 19:20 të pasdites, të datës 13 shtator. Po, ashtu. 19:30 ashtu. Edhe i ka thënë babait do dalë sepse një burr do vjen më marr. Kur e ka pyet babai, kush është ai burr, ai ka thënë nuk e njeh. Dhe normal se tani në probleme ka qenë, nuk ka dhënë shumë bre, a kupton. Se kemi lënë të dalë çdo natë, edhe ka ardhur vet, ka ndenjur, ka ardhur, nuk është larguar. Dhe kur vjen nga shtëpia nga ora 10 ashtu, 22, më thot babai kështu. Në atë moment e ka marrë edhe telefonin e babait me vete. Dalun e kërkoj. I bisha telefonit, i shko ke fira, nuk më përgjigj ke fare. Pra, telefoni ti ka qenë hapur? Po. Dhe kur ka rezultuar telefoni ti i fikur? Nuk ka rezultuar me datë, ka qenë datë diel, 14 ora, me datën 14, me datën 14. Një ditë më pas? Telefoni në orën 2:10 do të fik. Pra, le të themi që për rreth 24 orë, diçka më pak, telefoni vllai ka qenë i hapur dhe pse ai ishte larguar nga shtëpia, ju e telefononi dhe nuk u përgjigj askush nga ana tjetër e telefonit. Po, tani, vim të kjo pjesa tjetër. Të dielin mes i thirri policinën. Ju shpjegoj gjërin kështu i thash, mund bëj një gjë për me njëk me telefonin se këtu në qytet nuk ka, që kam kontrollu gjithë natën unë. Pra, ju këngulni që të zbulohen thirrjet e fundit me kë ka folur vllai juaj në telefon. I dashur Denis, sepse unë dua që dhe nesër të kem në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe unë do të pres në orën 16 këtu për të vazhduar historinë e vllait tuaj, një humbje që kanë kaluar disa ditë, le të themi, dhe fatkeqësisht ju nuk dini asgjë për fatin e tij dhe mbi të gjitha ai ka dhe probleme të shëndetit mendor dhe situata bëhet më delikate për ju. Ndaj u bëj thirrje gjithë teleshikuesve, ata që janë duke na ndjekur në këto momente, kushdo që e ka parë Enkrist Kolën, këtë 22 vjeçar nga Puka, është i lutur, qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, pasi 22 vjeçari është larguar nga shtëpia mbrëmjen e 13 shtatorit dhe drejtimi është ende i paditur. I dashur Denis, do doja të rria gjatë me këtë histori për të pritur dhe telefonata, por do pres telefonata ditën e sotme, uroj që të kemi për historinë e vllait tuaj. Dua ta mbyll me një mesazh që ti drejtohesh teleshikuesve të Report TV për gjetjen e vllait. Patjetër, nëse dikush ka informacione se kush e shef, paktën të komunikojnë TV Reportin ose me numrin tim, të dërgojnë një video se foto se ndoshta ngatroj se nuk është ai. Ngatrojnë me refugjat apo me njerëz tjerë, me pastaj. Ju isha lutur nëse shef kush të bëjnë një video si i foto, paktën. Nëse është ai, me në lej. Se është ai, ti bëjnë video si fotot në atër, ma dërgoj mu se
telereportit. Unë e uroj me zemër që vllai juaj të gjendet dhe ta them me zemër që nesër mos udhëtosh drejt Tiranës, por ta kesh vllain në shtëpi, por në të kundërtën, ne nesër do e startojmë bashkë emisionin dhe do të jemi të dy në këtë studio për të pritur telefonata dhe për të nisur kërkimet tona për humbjen e Enkrist Kolën. Të përshëndesi dashur Denis. Përshëndetje dhe juve. Faleminderit. Jemi rikthyer në studio dhe tek sapo bizetoni, sepse studios ton i është bashkuar Ana Borakaj, pikërisht zonja që ka udhëtuar nga Greqia për të folur për ngjarjen makabre, vrasjen e vllajës të saj dhe ish kunati të ndjerit Ardi Seita, i cili vetëm martohej për pak ditë dhe ju mori jeta në mënyrë makabre në 30 mars të vitit 1992 në qytetin e Kuçovës. Ana, mirë se erdhe në studion e emisionit Fajtor. Përshëndetje zonja Odeta, përshëndetje zonja Eni, zonja Nexhi, më fal. Faleminderit për mikpritjen. Ne, përpara se të dëgjojmë historinë tuaj të dhimbshme, më lejoj që unë të prezantoj një material, një kronik që Gëstari Mikele ka përgatitur enkas për familjen tuaj dhe rikthehemi në studio. Më 30 mars të vitit 1992, në një Shqipëri që sapo kishte hyrë në një epokë të re, pas rënies së diktaturës, ndodhi një ngjarje tragjike që edhe sot e kësaj dite mbetet e mbuluar nga misteri. Artur Merkaj, vetëm 23 vjeç, sapo ishte kthyer nga Italia, ku kishte shkuar me eksodin e vitit 1990, por ëndra e tij do të ndërpritej i papritur. Pikërisht atë ditë, ai kishte ardhur për të martuar motrën, një gëzim i madh për familjen, që u shua brenda pak orësh, duke u kthyer në një plagë të pashërueshme. 23 vjeçari, së bashku me dhëndrin, po udhëtonin me makinën e tij drejt qytetit të Kuçovës, aty ku Arturi u qellua për vdekje nga një efektiv policie. Në atë tragjedi, humbi jetën edhe dhëndri. Arsyet e kësaj ngjarjeje mbeten ende të paqarta për familjen, nga kërkimet e tyre ata kanë mësuar se polici që kreu krimin ishte kushëri i tyre, një fakt që e bën dhimbjen edhe më të rëndë. Një dasëm që u kthye në mort, ku fustani i bardh u shndrua në zi për të gjithë familjen Merkaj, por tragjedia nuk u ndal me kaq. Vetëm 5 vite më vonë, babai i Arturit ndërroi jetë, duke marrë me vete një dhimbje të madhe. Edhe pse kanë kaluar shumë vite, autori i krimit nuk u dënua kurrë. Një krim ende i pasbardhur, një dosje e lënë në arrest nga drejtësia, por jo nga familja, sepse dhimbja mbetet e përjetshme. E dashur Ana, edhe pse kanë kaluar kaq shumë vite, dhimbja vazhdon të mbetet në zemrën tënde për humbjen e vllajt, i cili në atë kohë ishte vetëm 23 vjeç. Po, Odeta, është e papërshkueshme, më fal dhe për emocionet, më fal dhe për kam 35 vite që jetoj jashtë dhe për Shqipen, se mase gabojnë një fjalë, është shumë e dhimbshme. Nuk e harroj kurrë, asnjë çast të jetës time, jetoj me atë në çdo moment. Ishte 23 vjeç, në lullën e rinis. I pa fajshëm, erdhi në Shqipëri në adeun e vetë, nga Italia, të martonte motrën. Por, në 30 mars, dite e ora 3, në qytetin e Kuçovës, Arturit ju pre nëndrat në mes. Bashkë me atë dhe motrës time, që për 12 ditë të martohej. Atëherë, vllai im ditën e anë mëngjes. Dhe ndalemi, pikërisht e 30 marsi 1992, një datë që nuk harrohet kurrë për ju dhe familjen tuaj, fatkeqësisht. Çfarë ndodhi atë ditë? Atëherë, vllai im rit bashkë me dhëndrin dhe me vllain tjetër, do shkonin në Kuçovë të jepnin disa ftesa për dasmën. Dhëndri do shkonte në Tiranë, se ishte efektiv i policisë nëmër 2. Shkuan bashkë të tre të jepnin çka kishin për të dhënë dhe të ktheheshin për në shtëpi. Kthehen tek turizmi i Kuçovës për të pirë një kafe. Aty, duke pirë kafen, kishte ardhur me një vllai, kishte një Audi 80 në atë kohë. Po. Vete tek makina një njeri pa njohur. Ngrihet vllai dhe të tre këta shkojnë tek makina, i thonë, çfarë kërkon? I thotë që ma jep një Giulio ishte ai, i njohur më duket nga policia, se nuk mund ta them dhe nuk e di mirë.
po me të dhenat, dhe me të thenat, dhe i thot që ma jep një xhiro makinën. I thot Arturi, ky mjet e shihemi, se si të jep unë ty makinën një xhiro. Në atë kohë që thot ma jep nuk ta jep, ky nxjerr një zinxhir për të goditur xhamin e makinës. Në atë kohë, Arti dhe Andri nxjerr pistoletën, I cili ishte punojës i policisë në ato kohë. Po. Dhe qëllon ajrë. Ikën ai djali, u bë pak rëmuj se dijet pistoleta, ajo që u qëllua, hipin makinë dhe ikin për në shtëpi. Dhe në këtë moment në makinë ka qenë vëlla juaj i ndjer Artur Merkaj, dhëndri Ardi Seita i ndjeri dhe vllai tjetër juaj i vogël që fatmirësisht vetëm ai shpëtoi. Vetëm ai shpëtoi që ishte 15 vjeç. Në ato kohë. Dhe çfarë ndodhi? Ata hipën makinës pas këtij konflikti dhe u nisën për ku? U nisën për të shkuar vllai në Ballsh dhe dhëndri në Tiranë se ishte në punë. Po. Të mirë të shërbimin. Në Kuçov, në të dalë të Kuçovës, i del një patrull policie. Por nuk e dia, ai ishte patrull policia, nuk ishte në atë kohë, ishte shumë rrëmuja dhe i bëjnë për të ndaluar, ndalojnë. I thot që me jep dokumentat, ja jep, dhe i kam të gjitha sepse leje e qarkullimit të vllait tim është me gjak dhe u gjet në shesh, e kam dhe në dosje. Dhe policia thot që, i thot jam Artur Merkaj, jam nga filan vend dhe urdhoi lejen e qarkullimit të makinës. E marrin policat e hedhin në shesh. I thot dhëndri, thot jam punojës i policisë në rajon nëmër 2. I jep atë një e kalimi që kanë atë me fotografi. Fotografia është e grisur, e kam dhe atë prapë në shtëpi, në dosje, dhe e gjetëm dhe atë në shesh. Në atë kohë, duke debatuar, një pistoletën, nuk t'ja pistoletën, se i kërkon që të merrte pistoletë, jep të pistoletën. Ai e fut pistoletën këtu dhe i thot që unë pistoletën nuk a jap juve. Më çoni në polici, në rajon polici dhe të atij e dorëzoj. Sepse policia kishte dalë dhe... Për qëllimi që u bë, që qëlluan ata... Që kështu qëlluar në ajër, doli policia dhe i ndaloi e qartë. Në atë kohë që po debatonin, nuk ta jap në çonin në rajon policie, thot vëlla i vogël, hap derën dhe del jashtë vëlla i vogël. Se ishte në vend të parë posager. Del jashtë dhe në atë kohë thot që vjen një fugon i bardhë dhe një civil duke mbushur pistoletën. Policat që i kishin rrethuar makinën, se ishte patrull dhe ishte rrethuar makina, i thonë që Mondi ruaj gjakftotësinë. Mondi nuk e ruajti gjakftotësinë. Vllai im është vrarë duke thënë nga mbrapa, si duke do i thosh që jepe pistoletën ose zbresim nga makina, nga mbrapa është vrarë kaq, 10 cm, ka qelluar direkt Mondi. Nga shpatullat i ka dalë në zemër. Pra, vllai juaj i ndjer nuk ju bind policisë? Jo, nuk ju bind. Po pse i gjuajti policia vllain tuaj? Nuk e gjuajti policia, e gjuajti Edmond Hoxha. Një person civil? Një person civil që erdhi me një fugon të bardhë. Erdhi më mbrapa. Po çfarë lidhje kishte ky person me sherrin që kishte bërë vllai juaj? Asnjë lidhje nuk kishte, por ky është polic, po ishte civil. Edhe ai ishte polic, por në atë moment nuk ka qenë në shërbim. Civil, po, ka qenë civil. Çfarë kishte ai me vllain tuaj që ka ardhur aty, ka nxjerr armën e punës, edhe pse nuk ishte në orarin e punës, dhe ka gjuajtur ndaj makinës ku ishte vllai juaj që ishte fatale. Mori dhe jetën e vllait tuaj dhe të ish-kunatit tuaj. Zonja Odeta, atë nuk e di, unë e di ai, ta japi përgjigjen ai, sepse unë nuk mund të, unë e di që vllai po i thoshte punatit të zbresin ose jep armën. Po. Makina është ndaluar, e rrethuar me polica, s'kishin armë, s'kishin në një debat që të bënin me ato, vetëm kaq që thanë që me jep armën i thoshin punatit, kurse vllai i dha gjitha dokumentat dhe ishte në rregull. I pari është gjuajtur vllai juaj. I pari është vrarë vllai im, nga Edmond Hoxha. I thanë policat e tjerë, Mondi i ruaj gjakftotësinë. Dhe duke kthyer vllai nga mbrapa nga kunati duke folur, nuk e di se çfarë i ka thënë. Ai ka qelluar pa folur me vllain, pa thënë asnjë fjalë, e ka qelluar nga mbrapa, në shpatull dhe i ka dalë në zemër. Plumbi. Në atë kohë që ka qelluar Edmond Hoxha vllain tim, Arti ka nxjerr pistoletën për të qelluar Edmondin. Atëherë, dhëndri. Po. Atëherë ka qelluar, unë po ta them me pasërti dhe siç është ngjarja. Atëherë, se ju këtë rrëfime keni nga vllai i vogël i cili ka qenë prezent në makinë. Nga vllai i vogël dhe nga njerëz që ishin rrethuar aty. Sepse janë gjithë njerëzit e mamas në Puçov. Dhe në atë moment i ka tentuar të qellojë Arti, ka qelluar policia dhe ka sharruar
dhëndrin, e ka bërë cop. Dhe makina është bërë gjithë plumba. Atëhere, e hapë polici makinën, bie vllai në shesh, i mbushë tot vllai i vogël rripi polot me gjak, dhe e çoi në spital. Aty kërkon ndihmë Arturi, thot na ndihmoni se na kanë vrarë, si jemi kriminella, por sa vajti një infermiere që na erdhi dhe në shtëpi dhe e falenderoj, sa shkova që t'ja puj, sa i mbaroj. Se u qëllua direkt në zemër. Atëhere, u bë varrimi, ne e bëm varrimin shpejt e shpejt sepse vllajin e vogël e morën në polici, edhe i thoshin që shkruaj, firmos kështu si shtemi ne. Edhe kanë qugur, e kanë rrahur aq shumë dhe më fusin ujë të ftohtë mbi të fik. Vllai i vogël. Vllai i vogël. Është detyruar nga policia e asaj kohe, pra flasim 92-shin. 92-shin. Në qytetin e Koçovës që të firmoste gjëra të cilat ai nuk donte t'i firmoste pa i lexuar. Nuk dinte vllai, s'dinte asgjë, ishte i shokuar nga ngjarja. S'dinte fare çfarë do bësh, 15 vjeç, i shokuar nga gjitha vrasjet që u bë aty. Dhe ne e bëm varrimin e vllait shpejt e shpejt, sepse prisnim, na thoshin që është i gjallë, por ne nuk besonin, prisnim të vinte vllai tjetër i vrarë. Dhe i varrosëm Arturin shpejt. Në një kohë që vllai ishte në polici, në brenda, i ndaluar. Kur vemi që marrin vllain dhe vjen në shtëpi, thotë që pse jeni veshur me zeza? Arturi jeton. Jo, kishte vdekur, Arturi jeton. I thamë ne po jeton dhe jemi veshur se është shumë rënd dhe këto që mos të rëndohet gjendja e tij psikologjike. Dhe e çojmë prapë në Berat sepse thotë të më çonin në spital se do vetë Arturi se është në spital. Atëherë të dy çunat vdiqën. Shkuan i varrosur. Por vllai i vogël si ja that? Vllai i vogël e mor, ja tham në Kuçov. Ja tham në njerëzit e tanë në Kuçov, që u bëu i fortë se dy çunat kanë vdekur. Dhe kanë qenë dy plagë të mëdha si për familjen tuaj dhe për familjen e të ndjerit Ardis Seitaj, i cili fatkeqësisht pas një jave do martohej dhe ai rrugëtim që ju mori jetën ishte rrugëtimi që po shpërndanin ftesat e dasmës dhe është një tragjedi për familjen tuaj. E dashur Ana, përpara se të vazhdojmë historinë, se ju sot sa dhe një emër, ju e njihni se kush është vrasi i vllait tuaj, por se çfarë ka ndodhur më pas, betejë e madhe ligjore dhe ky person është e kreu dënimin e merituar, apo ndodhet ende në burg, apo është jashtë burgut, do ne rrëfeni vetëm pas pak, po jemi rikthyer në studio të dashur miq, ku po flasim për tragjedinë që ka ndodhur në familjen Merkaj përpara shumë viteve. Në 30 mars të vitit 1992, kjo familje humbi nga ky jetë djali në kulmin e moshës 23 vjeç, i cili u vra nga një person, por atë ditë është larguar nga kjo jetë edhe dhëndri i shtëpisë, i cili po shpërndante ftesat e dasmës dhe fatkeqësisht në mënyrë tragjike të dy, Artur Merkaj dhe Ardis Seitaj janë larguar nga kjo jetë. Ndërkohë që motra e Arturit ndodhet me mua në studio Ana. E dashur Ana, se ishte prekës momenti që tregove se si ndodhi ngjarja, vrasja dhe momenti që morët lajmi dhe vllai i vogël që ndodhesh në makinë, i cili besonte dhe donte që ata të ishin gjallë dhe ka qenë vështirë si ja keni shpjeguar të gjithë situatë, një i vogël, një i mitur me një traumë kaq të madhe. Por pasi dhimbjen e kthyet në forcë, nisët një betejë ligjore dhe më habite kur në reklama po diskutoni me zonjën Exhi që the autori nuk u dënua. Nuk u dënua, nuk është dënuar. Mund të na i shpjegosh tani çfarë ndodhi? Po. Sepse dhëndrin e ka goditur policia. Dhe në të tilla situata, makina sharruar me plumba, fatmirësisht vetëm vllai i vogël shpëtoi, ndaj policëve të cilët gjuajtën, u mor ndonjë mas? Jo, asnjë mas. Atëherë na i shpjego çfarë ndodhi në gjykatë. Në të tretat e vllait, na ka ardhur në shtëpi ministri i drejtësisë. Asaj kohe, ta ti di. Asaj kohe, nuk e mbaj mend emrin, po tashu ta do e gjej së kush, nuk e mbaj mend emrin, kam qenë dhe kryetari i Degës Beratit dhe kryetari i Degës Fierit. I ka dhënë ngushëllim e babit dhe i kanë thënë që kjo drejt do vej deri në fund. Por nuk të s'arriti të shkonte asnjëherë. Atëherë, gjatë gjithë këtyre viteve, mbas varrimit dhe gjitha ç'a ishin për të bërë, vazhdoi luftën baba im. Dhe motra ime që ishte që ngeli pa e martuar me edhe në atë kohë ka qenë shtatzane 3 muajshe. Ajo që do martohet. Ajo që do Ka martohet. ardhur një jetë fëmija? Po, ka ardhur një djalë.
një djalë me jetë nipi që fatkesisht se njohi babain e tij? Ka bërë luftën babi im, bashkë me motrën, me Valentinën, duke ardhur tek Sali Berisha, te Pjetra Mbnori, ku i kuvendit popullor, se nuk i majde mend. Duke trokitur në institucionet e atyre viteve, e qartë. Në të gjitha, dhe nuk ka marrë asnjë përgjigje. Por personi i cili gjuajti vllajin tuaj, që ishte një polic civil në atë moment kur ka kryer vrasjen, kishte dëshmitar, ishte vllai juaj në makinë që e ka parë kush goditi ndaj makinës, ka patur persona të tjerë të zonës që e kanë parë. Ai person nuk u ndalua nga policia? Jo, nuk është ndaluar. Ai person është Edmond Hoxha, është kushëri i dytë imi. Se ju e keni kushuri personi që goditi vllajin tuaj? Po, por nuk njiheshim. Mamaja e tij dhe mamaja ime. Ai nuk e dinte që ishte Nuk e dinte që ishte kushëri i vet. vetë. Jo, nuk e dinte, se nuk mund të them gjëra të paqena. Nuk e dinte, në kohë që ka vajtur tezja ime, kur është vrarë Arturi atje dhe ka marrë vllajin dhe ka thënë Mondi ç'a është bërë, thot ç'a ke bërë, thot që teze nuk e njihja dhe unë nipi jot jam. Pra e ka pranuar? E ka pranuar te tezja ime, që quhet Habibe Hoxha. Ka vdekur tani, po e ka pranuar tek ajo. Dhe tjetra, zonja Odeta, është se kur ne të gjithë nuk kanë lënë varrimi i Arturit është bërë një varrim madhështor, Mallakastra mbylli dhe urën, te uri Lapulecit bëri protestë. Ajo familje, Edmond Hoxhës, kushira e parë e mamas time nuk erdhi në varrimin e vllajt tim. Nëse do ishin të pafajshëm, do vinte në varrimin e vllajt tim. Dhe do thosh që motra ime, nënës time, unë ja ku jam, nuk të ka vrarë djalim, po nuk erdhja fare, nuk folën, nuk erdhën, nuk kërkuan falje, nuk erdhën në varrimin e vllajt. Ju pas kësaj ngjarje asnjëherë nuk u takuat me këtë familje? Jo, nuk kemi takuar, sepse personi në fjalë Edmond Hoxha që ne kërkoj me ngulje dënimin e tij. Ai nuk u dënua nga Ai nuk gjykata. është dënuar dhe çështja nuk është hetuar. Sepse po të Por hetohej gjykata e mbylli këtë dosje pa një autor? pa autor. E ka mbyllur sepse nuk është bërë gjyq. Nuk u fol baba im. Nuk u folëm ne si familje që të bësh gjyq, të thosh u vra, ose po të ishte fajtor vllai im. Le të bësh gjyq, ta dënonte, ish kriminal, dënohet, të vdekur. E kërkoi baba im këtë. Bëj të vdekur, dënohet të vdekur. Jepi dënimin e merituar nëse është djali im kriminal. Por, dhe sikur kriminal ti ishte vllai im, përdesa makina ishte ndaluar, ishte e rrethuar me polica dhe ti jep lejnë e qarkullimit të makinës që thua urdhë, nuk kishte të qëllonte policia për dy çuna të vriste. Pse qëlloi? Pse i vrau? Policia në tilla situata ku një person zgjer armën, sepse Ana e tha që dhëndri i ndjeri Ardi Seitaj, pasi i vran kunatin që e pa, ai mori armën dhe doli për të gjuajtur. Policia e goditi. Jo, nuk doli, ishte në makinë. Në makinë, kanë nxjerr armën për të gjuajtur, policia për vendmbrojtje e ka goditur. Shiko, Deta, ne nuk e dim konkretisht si ka ndodhur. Gjithnjë sipas rrëfimit të Anës. Sipas rrëfimit të Anës, po thot shumë të vërteta, ashtu siç i di, siç e ka shpjeguar, sepse ka patur dëshmitar okular aty, ka qenë vllai 15 vjeç, ndoshta ai të gjithë skena, sepse ka qenë një situatë, si thua, jo e qetë që ti të vëzhgosh, po gjithsesi, duke patur parasysh që kush ishin viktimat, natyrisht që e përsia ka qenë e gjithë atyre forsave të policisë që kanë rrethuar fugonin. Domethënë, në përparësi nuk kanë qenë këta të ndaluar. Ju thoni që ndoshta këta kanë dashur të vetë mbrohen, po natyrisht ata ishin në dorë të policisë, nuk ishin në dorë, si thua që kishte dalë dikush rrugës, disa bandit, siç ndodhi në 97-ën, që të dilnin rrugës njerëz të armatosur dhe duhet vetë mbroshe, ata kanë ndaluar, i ka rrethuar policia, natyrisht për veprimin që kishte ndodhur. Unë e thash këtë gjë sepse bazohem te thënia e Anës që policia i ka kërkuar të dorëzojë armën, ai se ka dorëzuar armën dhe policia ka goditur ndaj tij. Dyshoj unë dhe po të pyes ty. Jo, zonja Odeta, në kohën që është vrarë vllai im, që kanë qelluar Arturin, atëherë ka tentuar Arti të qelloj. E qartë, pasi i vran kunatin. Pasi vran vllain tim. Vllai im është vrarë 10 pond nga dera e makinës. Çfarë vendmbrojtje ishte policia? Ku ishte vendmbrojtja? Por si ka mundësi? Ai ka hapur nga xhami i makinës, ka qenë i hapur. Dhe shqylluar nga jashtë nga policia. Është qelluar nga Edmond Hoxha.
Nga ky që erdhi me fugonin nga brapa. Ai ka ardhur me një fugon të bardhë. Policia nuk ka reaguar kur u bë vrasja e vllajt tuaj. Pra nga një person që erdhi në momentin që jo një person, nga Edmond Hoxha. Po pra, Edmond Do Hoxha. t'ja them emrin sa të vdes. Sa t'im gjallë, sa të ai të dënohet. Nga Edmond Hoxha që ka ardhur me fugonin, një fugon i bardh, ka zbritur nga fugoni, vllai ka qenë me drejtare hapur të makinës, ka qenë i kthyer nga mbrapa nga kunati, dhe Edmondi nuk i ka thënë asnjë fjalë, por ka ardhur, ka qelluar direkt. Vllajin tuaj. Po. Zonja Nexhi. Ai ishte shef atëre? Ka qenë shef, nuk Ka qenë shef atë. Por ka qenë civil, nuk ka qenë orarin e punës. Ka qenë shef dhe ka ardhur, domethënë si thua për të parandaluar, për të parë situatën, për të qetësuar e tërë, por nuk ka ndodhur kjo, por ka ndodhur që ka qelluar direkt mbi vllai. A mund ta quajmë një polici jo profesioniste atyre viteve e cila ka reaguar në këtë lloj forme? Duke marrë jetën. Prandaj e nisa, domethënë, si thua shpjegimin, me faktin që këta nuk ka qenë duke u larguar policisë. Po kanë qëndruar, e qartë. Kanë qenë të ndaluar, ju kanë kërkuar, kështu siç thuhet. Ju kanë kërkuar dokumentat e tërë dhe edhe nëse do tentonin të largoheshin, mund të justifikoj pikërisht veprimi i këtyre policave. Po jo, s'duhet të ka përdzej, domethënë gjithnjë, s'duhet të ka përdzej ky veprim rrezikun që paraqet ai grup. Domethënë rreziku i atyre që në këtë rast qenë viktimë. Në policia ndërhyn kur e shikon që pasojat e veprimeve, pikërisht atyre që kanë ndaluar, rrezikojnë jetë njerëzish, mundësisht të shumë njerëzve, ose dhe të vetë policave që ishin aty, por kur ata kanë ndaluar, domethënë nuk ka patur rrezik. E qartë, kuptueshme. Këtu, domethënë, gjithnjë ndërhyrjet e policisë nuk duhet ka përdzejnë, si thua, kompetencat e tyre dhe gjithnjë nuk duhet që pasoja që vijnë nga veprimi i tyre, se do të jetë më shumë se sa rrezikshmëria që mund të kishte ai grup. Por ne do ndalemi pak. Mirë, jemi rikthyer në studio. E dashur Ana, unë e di që ti do minuta tëra televizive për të diskutuar historinë e familjes tuaj me dokumentat, por unë do premtoj që ndoshta në ditët në vijim ne do zhvillojmë një tjetër emision sepse sot nuk tham asgjë. Ajo që ne mësuam sot është që gjykata e mbylli këtë çështje dhe ende nuk ka një autor. Është në kërkim autori, ndërkohë që ju deklaroni emrin e autorit se kush e ka bërë krimin e vllait tuaj. Dhe kjo është absurde. Por e dashur Nexhi, se do të jemi në një ditë tjetër me këtë histori dhe me dokumentat. Kjo familje, Ana ka ardhur nga Greqia që t'i drejtohet gjykatës. Edhe pse kanë kaluar shumë vite, kërkon që autori të marrë dënimin e merituar. Çfarë duhet të bëj? Para një që ka qenë një ngjarje e madhe, domethënë bëhet fjalë për 2 viktima, domethënë zhvllai Anës 23 vjeç edhe dhëndri nuk ka qenë një gjë e lehtë, nuk bëhet fjalë për një vjedhje e thjeshtë, por janë 2 jetë njerëzish të ikur. Unë nuk e di se sa herë kanë trokitur, më tha që kanë shkuar tek presidenti i asaj kohe, por ministrin e brendshëm e tjerë, kryetarin e parlamentit. Flasim vitin 1992, por faktikisht nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje. Përgjigjja më e rëndësishme do ishte pikërisht nga prokuroria, ku dhe ajo është përgjegjësia që ngre akuza, apo dhe gjykata nëse çështja është trajtuar në gjyq. Tani nuk e di a është shqyrtuar gjyqësisht kjo çështje apo jo. A ka nxjerrë një autor të kësaj vepre penale? Jo, asnjë autor. Ju keni pyetur ndonjëherë në gjykatën e Beratit? Kemi pyetur dhe thonë që kjo çështje është e pushuar, por nuk kemi kapur autorin. Mbyllur, është pushuar çështja për mungesë. Nuk e di, sepse zonja Nexhi, nëse do bësh një gjyq, nuk do ish babai im ose familjarët në atë gjyq. E qartë. Jo, problemi është se duam pak kohë për të bërë këto verifikime dhe ju premtoj që do jemi sërish në studio për të vazhduar këtë histori. Ditën e sotme unë nuk do të marr një mesazh që ti do përcjellësh, sepse dua që ti jesh sërish në këtë studio me dokumentat për të folur për ngjarjen e rëndë që ke humbur nga ky jetë vllai. E dashur Ana, më mirë kupto për kohën televizive. Të falenderoj që të pata në studio dhe të mirpres. Jemi sërish, zonja Nexhi, të falenderoj dhe ty. Do jemi sërish në këtë studio. Ndërkohë duhet verifikojmë në japim kohë edhe gazetarëve të pagjurur për të bërë këto verifikime, kështu që kemi ardhur në fund të dashur miq, ju falenderoj që edhe juve qëndruat me mua deri në fund të programit dhe bashkë do ritakojmë sërish nesër live, ndoshta me historinë e Anës apo edhe me historinë e personit të humbur që trajtuam në fillim të programit 22 vjeçari nga Puka. Mirupafshim, takohemi nesër.